الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد لفديت falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për Tij falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamat, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të Tij besnik, familjes së Tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së Tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e këtij muaji të begat, ku edhe jemi duke hyrë në mesin e muajit të Ramazanit. Elusmi Allahun xhelalu ala që Zoti on te bareke ve teala agjërimet tona, namazet tona, veprat e mira Allahu t'i ban qabul, e të ligët gjunahet Allahu t'na i fal. Do të vazhdojmë me një kategori të radhës të cilët gëzonin respekt dhe nder nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ishin familjar të tij, si ishin evlat të tij, por ishin shokë të tij. Pra sot do të flasim për ashabt, për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pam si sillej me familjen e vet, si sillej me vllatë të vet, nipët e vet, kushërit e vet, se si sillej me komshit, fëmijët e tij, si sillej alayhi salatu wassalam me mysafirët, me miqtë e shtëpisë, kur ishte në koqir apo kur ishte i ftuar, e kështu me radhë. Sot do të ndalemi me lein Allahu te bareke ve teala të shohim çfarë respekti gëzonin apo cili ishte raporti në mes palës Muhammed alayhi salatu wassalam dhe palës tjetër dostat e tina, shokët e tina, të sot e shoqëronin, e përkrahnin, e ndihmonin në maksimumin e skajin që kishte mundësi ta ndihmojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e flasim për shoqërinë e gjan, nga se Muhammedi alayhi salatu wasallam ka pas shumë shok, por do flasim për shoqërinë, domethënë të ngushtë. Shoqërinë e ngushtë kemi për qëllim ashabët, të cilët hinin e dilnin shpesh me të. Pra kemi për qëllim Ebu Bekrin, Uthmanin, Omerin, Aliun, Bilalin, e kështu me radhë. Ta njerëz të cilët kishte shumë kontakt të shpesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta. Fillimisht ndërruar vëllezër, duhet ta dimë se shoku ka pozitë të madhe te njeri. Do dosti, shoku, andaj arabët kanë thënë shoku si vllavi. Shoku është si vllavi dhe ka qenë e njohur në fjalët e arabëve sa vllaun nuk ta kalin nana. Do sa vllavin e ki që s'ta kalin nana e ka për qëllim dostin. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam nga dashnia që kishte për shokët e vet, shpesh herë edhe i dhuroi për ta. Pra kur ja nervozonte dikush doni shok, i dhuroi alayhi salatu wassalam derisa e vorreni në fytyrën e tina se nuk është mirë alayhi salatu wassalam shkaku i donjë shqetësimi që kishte ndonjëri prej shokëve të vet. Allahu xhelalu ala i përmendi shok në Kur'an. I përmendi shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam në Kur'an me terme të ndryshme, dhe shoqërinë që e kishte Muhamedi alayhi salatu wassalam janë ndajti Allahu xhelalu ala pejgamberit alayhi salatu wassalam në dy kategori bazë. Cilat janë kategoritë bazë? Allahu xhelalu ala e quajti diçka që ka quhet as-sabiqun. Të partë që ai ka pas shok, ato i ka veçuar gjithmonë. Dhe janë mba disa shok më vonë, edhe ato i ka pas shok, edhe ato i ka pas dosta, por jo si të partë. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën At-Tauba ajetin 100: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim." Tha Allahu te bareke ve teala, dhe shokët e parë, sabiq i pari, dhe shokët e parë si Ebu Bekri, si Aliu, si Bilali, si Omeri, si Othmani, këte janë shokët e parë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I citoi Allahu xhelalu ala në Kur'an, tha shokët e parë, el-awwalun, e ka theksu prat, i pari. Sabiq është ai i cili paraprim, pastaj ka thonë i pari, apo i pari. Ka thonë prej muhaxhirave dhe ensarëve. Muhaxhir ka qenë ai i cili ka emigruar prej Mekës në Medinë, ndërsa ensar është ai i cili ka emigruar te ai pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xhelalu ala, dhe ata
të tjerët të cilët e kanë ndjekë rrugën e sahabeve me të mirë. Domthon ka shumë shok pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ama të part vlen mi cek i pari gjithmonë ka vlerë. Apo stazhin islam merret parasysh, stazh i mirë, domthon e kaluar e mirë, histori e mirë merret parasysh. Pastaj tha Allahu xhelalu ala radhiyallahu anhum, Allahu është i kënaqur me këta njerëz, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wa radu an, edhe këta janë të kënaqur me Allahun xhelalu ala. Edhe këta janë të kënaqur me Allahun te bareke ve teala. Allahu për këta njerëz ka përgatitur xhenete. Allahu na vao fityre me shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në të cilat xhenete rrjedhin lumej khalidin fiha, do të jenë përgjithmonë aty. Kjo është fitoria e madhe. Kjo është fitoria e madhe. Domthon fitore të ndëruar që më të lidh llogaritet me një xhenet. E nuk llogaritet fitore me bë parë këtë dunja, e me bë luks këtë dunja, e më kënaqsh këtë dunja. Andaj shikoni një shembull se ne kanë sjellë disa prej dietarëve për ta kuptuar dunjaja sa e shkurtër. Shikona nga ora 4 se sifirit deri në 7 diçka xhollon apo sa ora xhollon. Dhe pastaj për sa gërditesh pikë kësaj dunjaje? Për 10 minuta haje. 17 orë xhollon, 15 orë xhollon, 12 orë xhollon, varësisht prej kohës, dhe në fund me pak minuta, 10 minuta haje, apo bezdisësh. Arriti qaç orë në tavolin të hajës të iftarit, sa keni nu? Jo, pse? Se qaç. Konsumohat këta thu, mjaft. Apo, shiko kjo është shembull i dunjajës. Rrit gjatë, kështu i në gjatë dunjaja. Sa dush nga po? Shpejt ka mu të gërdit, pse? Është e kufizuar. Andaj Allahu u tha, nëse doni me ditë çka fitore, është si shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët fituan xhenetin e Zotit subhanahu wa taala. Pra do flasim lejnë Allahu te bareke ve teala për disa prej trajtimeve pejgamberike me shokët e tina alayhi salatu wassalam. Tregon Aliu radhiyallahu an, thot shumë shpesh e kum dëgjue pejgamberin ton alayhi salatu wassalam, apo kam dëgju për pejgamberin alayhi salatu wassalam, duke thënë ai alayhi salatu wassalam, shkum une Ebu Bekri dhe Omeri, dulëm une Ebu Bekri dhe Omeri, ulëm une Ebu Bekri dhe Omeri. Pra Aliu e ka për qëllim se Ebu Bekri dhe Omeri në fjalit e pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë shumë i shpeshtuar. Pra hina me ta, dola me ta, erdha me ta, apo hangrëm me ta. Kjo çka argumenton se njeri kur e ka di ka ndost, ja din ke, që ta e ka dost. Këta e ka shok, saqë familjarët e kanë ditë se Ebu Bekri dhe Omeri janë ndër njerëzit më të çmuar dhe më të dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj e përmendëm hadithin e Amr ibn al-Asi, do ta përsërisim këtu nga si e kemi të shokët. Një ditë prej ditëve Amr ibn al-Asi thot, i mahnitur nga sjellja e pejgamberit sallallahu me mua, thash ta pyes, ka le do mas shumti. Edhe shkova dhe i thash ja Rasulullah, ka le do mas shumti. Më tha, Aisha. Tha i thash ja Rasulullah, prej burrave kam për qëllim, atër tha babën e vet, Ebu Bekr Siddiqun. Si e ka emrin Ebu Bekr Siddiqu? Apo Ebu Bekr Siddiqu nuk e ka emrin Ebu Bekr. Emri i vet që e ka lënë baba vet, nuk e ka Ebu Bekr. Kjo nofk. Kjo është domthon që është ngjit mas. E emri i tij është Abdullah. Ebu Bekri e ka emrin Abdullah, por nuk e ka emrin Ebu Bekr. Mirë pa Allahu xhelalu ala e ka domthon ja ka vendos që të njihet me Ebu Bekr. Ebu Bekr çka do të thonë i pari. Njëri hershëm i sabahit. Edhe është thonë që ka dalë në sabah me devet e veta dhe në punë të veta. Tha, a e po pi burrave, tha e du babën e vetë, babën e grës teme. Atëri i thash, kanë ja Rasulullah pas tina, tha Umar Khattabin, fa addet e rijalen, thot Amr ibn al-Asi, filloj me numru do burra, unë e si shanë rren e lash. E lash mës jem nga lista e fundit. Thot Imam Kurtubiju, pse e ka përmen, për nga mësam këtu dobi tjetër, pse e ka përmen Aishën para Ebu Bekrit, me gjithse me Ebu Bekrin ka dashni imanore, e me grujnë e vetë ka dashni natyrshme, burë gruje, apo, ka thonë, e ka parapri dashnia e natyrshme mbi imanore. Dhe kër i ka thonë Amri, kanë e do mas shumëti, a i si ka thonë a burë a grujë, se ka kalzu, kanë e do mas shumëti, a i në krije ka pas burën, a i, për jëmësam ka thonë, Aishën. Dhe më thonë, thot Imam Kurtubiju, njeri ju zakon që me nëzirë për para atë qka e prejkë. Në kuptimin atë qka është e natyrshme,
Apo atë çka është e natyrshme. Andaj shiko pejgamberi alayhis salam nuk futi kontradikt mes natyrës edhe imanit. Tha alayhis salam, s'ka namaz tu kon treza shtrut. Për shembull ta zona njani është i unë. Apo Ramazan. Ti dush me e prish njëherë me iftar, do më me ek, me e thy urijën e pastaj mu fal. Por çfarë arsye? Ka thënë dietarët sepse ka mundesh e natyrshmja me imanin. Edhe ka me e mujt e natyrshmja. Çish i bie? Nëse strofra është trut, çarkullojnë errat, aromat, edhe ti thu, ja unë du mu fal një herë. Pavarësisht se Ramazani është Ramazanit. Ti namaz çaki me pa, a thu çish duket. E kut janë çishtu kemi me nuk, s'ka, s'munësh me dal. Çka tha alayhis salam? Leje, shtije namazin. Ha buk një herë. Heke menën pi bugës, atëre drejtojo te Zoti te bareke ve teala. Andaj do Imam Kurtubiu, nëse thot dikush, nëse i shkon menja, pse thani Aishën mësanena burrat, megjithse burrat i ka dash me iman, për hit Allahu jelala, në gryën e vet ka pas gruaje, nga se shpesh para prim e natyrshmja, nuk është marrë. Nuk është marrë janë me thon për shembull, me vet burrat, na burrat e mëdhaj, Allahu inshallah ban për një me burra, edhe njëri më thon, "Ka le do me vëlla më shumti?" Apo mos allaj thuj gruajën. Thuj gruajën se nuk ka marrë. Me vet një beqar, çka po ki qef më shumti tash për momentin? Mos rrej, thuj du më martue. Ka do drejt, në kuptimin, nëse ti je për atyre që ka zdo së është problem. Ama nëse ti e ndjenë mrena, ka do je drejt, së është mare. Ka thonë alayhis salam, Aishën, a Amr ibn Asi u konë komandant? A më shme arënu? Pi luftë u këthi, edhe ka thonë hajt ta veti. Nuk ka arë njëri thjesht për qëti rrugës. Ko njëri me autoritet, që të flasin se për mësam, si o sill me autoritetet. Ka pos trajtim veçantë, me gjitha ta tha, e du gryën teme. E pastaj tha, Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, e të tjerë me radhë. Kjo ka qenë nga dashnia e madhe, që e ka pas për Ebu Bekr Siddiqun, radhiyallahu anhu wa ardhahu. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam është idhëruar nëse dikush i ashan shokët e parë. Tregon Ebu Said al-Khudriu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot një ditë për ditëve u rrokën dy shokë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëri i pari e tjetri i vonshëm. Cili o rrok me cilin? O rrok Abdurrahman ibn Aufi, i cili i përgëzuar me xhenet e ka pranuar Islamin fillim atje. O rrok me Khalid ibn Walidin. Edhe Khalid ibn Walidi u nervozua dhe ka shah Abdurrahman ibn Aufin. Edhe i kam ri lajmi pejgamberit se Khalid ibn Walidi e ka shah Abdurrahman ibn Aufin. Kjo çka argumenton se e ka shah, e ka ofendu? Se ka njerëzit ata. Arab njihen qaumun anifa. Popull që i çon hund shpejt. Apo popull që i çon hund shpejt. E përmenda shumë janë ngjajshëm me neve. Do për pak e për shumë ata bojnë, kanë nerva shumë. Shpejt acarohen. Edhe e ka shah. Dhe e dinë rastin tjetër te Budherri, kur e ka shah Bilali, i ka thënë ki nënën e zez. Bilali nuk është arab. Bilali është Abisinijës. Andaj kur s'ka arpi Bilali se o shah. Popull modez, së ne formulan ai të shamën. E Arab e kanë pas tash e shah me këtu çka i bje, kanë thënë dietarët e ka ranu diçka. Ka thënë një fjalë të rëndë. Kur e ka dëgju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ja ka shah Abdurrahmanin, i cili ka pit parve në Islam, kanë thënë dietarët s'është interesu kush çka ka bëu aty. Sash kush i ka fajt se si ka fajt. Ka thënë a ka shah Abdurrahmanin? Po, ka thënë alayhi salatu wassalam, mos më shani shokët e mi. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, në koment. Thot kur ka thënë mësa mos më shani shokët e mi, aty u drejtuni shokët vet? Don, Khalid ibn Walidi e ka shah Abdurrahmanit, dyti ka shok. Mësa mdel ju thot, o ju njerëz, mos më shani shokët. Po që kisha ta ka shah shokin e ki shok. E qish me kuptu që ta? Ka thonë, ka dash me thonë, shok e kam këtë parin. Tash për momentin ti s'ki drejt me ma shok këta. Apo, andaj thot Imam Nevawi rahimahullah, thot nëse e ka qërtu Khalid bin Walidin, apo, shpatën e Allahun tokë, që ka qytë me mësëm, ka thonë Khalid bin Walidi, a shpatë e hekte Allahut hazër. Apo, e ka nimu Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, ka thonë nëse e ka qërtu Khalidin, pse e ka shah Abdurrahmanin, çka thu për njërin i cili shah shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne kena haram me mendu keq për ta. Apo dhe kanë përmend dietar pajtueshmëri, unin një zëri
ijma se nuk lejohet me isha shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë kur përmendet një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por shkak se ki dost ata ti, çfarë dush me thon radhiyallahu anhu. E mos flasim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që shpesh e shohim ndonjëherë fatkeqësisht edhe ligjërues. Thot ka thon Muhamedi, edhe kalon fjali alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sa më ditë ka i khutbë, edhe ka thon amin amin amin. Edhe thon sahabët, nuk çka u lut ky tash amin. Pastaj thon ja Resulullah, pse thave 3 herë amin khutbë, çdo shkollë amin amin amin. Tha er Xhibrili, edhe më tha, o Muhammed, ai i cili ka prim gjallë, edhe se fiton xhenetin, hivt në zjarr. Tha amin. Tha i dyti, tha ai i cili e za Ramazanin, edhe nuk e meriton faljen e Allahut, hivt me gjithë hunë zarm. Tha amin, pejgamberi sallallahu. Tha edhe i treti është ai i cili i përmendet emri jam pranita tina, edhe ai nuk thot sallallahu alaihi wasallam. Nuk e çka e kiti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e nejt me ta, po dhe me nejt me ta. Patjetër është me thon sallallahu alaihi wasallam, sepse ajo është autoritet. Du të me ditë njëzë kër e përmen ata alaihi salatu wassalam, apo e jo si disa sharlatan të si të thonë, a shkoni ju ingoni ata gjallarë qka 100 herë thonë në nadersit sallallahu alaihi sallam. Shiku shkon shejtani për njerëzve. Ka pri shejtanët që thonë, a shkoni ju mingu ata gjallarë qka sa herë që thonë ka thonë për nga mërë sallam, thonë sallallahu alaihi sallam. Pra a i ka munim pri salavateve të shumëta. Po dhe nuk e në të përmen me papën tanë këtu. E asë që banat se në të përmen. Kjo është Muhamedi alaihi salatu wassalam. Allahu i ka që salavate. Ka thonë alaihi salatu wassalam, kush më qënë mu salavat një herë, Allahu i qënë salavat edhe 10 herë. A e kupton të këtë muhabet ajo? Kur thuti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allah i thot edhe ti 10 herë salavatet kofshin se ma lavdrove Resulin sallallahu alaihi wasallam. Andaj duhet mi nda pozicionet. Tha e ka Shah Abdurrahmanin? Po, tha mos mi shani shokët e mi, sepse njani pi juve me dhan altan, e tash njani pi juve cili jo shokët e vonshëm. Ma vonë, Khalid ibn Walid ka pranuar Islamin vitin e 8 Hijrit. Vitin e 8 të Hijrit, do vitin 20 pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nuk i jeni soi me Abdurrahmani kur ai ka pranuar fejen, unë kur jam kon tum ndjek mu njerëz, si jeni soi o Khalid. Megjithëse i shpatë e Zotit xhelel xhelal, apo atëherë tha, njani pi juve me dhan altan për hir të Zotit. Sa Uhudi. E haq kush ka ndoshta e ka pa, tash mundi me pa edhe në për televizion, në YouTube, hinkshire Uhudi, sa është i madh, kodër pas kodër, e ndërthurto. E rana, kodra Uhudi. Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, me mbledh altan, që realisht a mund dikush me mbledh çka altan? Dietar ka thënë, është pamundur. Është e pamundur. Është e pamundur me mbledh çka altan, e leje mo me dhall çka altan. Ka thënë me mbledh altanin, altan, kit ari sa kodra Uhudit. Edhe me thonë njani që e për hirtë Zotit. Ka thonë alaihi salatu wassalam, ma balaga mudde ahadihim wala nasife. Së mundët me emrije një që kaç mud i thonë kër i mledhë dishka me 2 durët e tua, edhe jep. Apo edhe jep. Do më thonë, sigur që është prej zekatul fitrit, apo fitrat që jipën, është 4 mud, 4 grushta të mledhë tha me dorë. Ka thonë, një shok i jem i pari, me grusët e vetë pak që ka thonë, ti jepë si dush të shket kodrën e Uhudit së në mërin. Se e ka rogë zamanin aj, e ka rogë kohën e fështirë timën. Andaj tha, mos mi shani shok të mi, leje që së në mërin një grusht, 2 grushtat, tha as gjisë në së në mërin. Kjo ka qenë prej vlerës e shokve të parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej vlerave të shokve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se pejgamberi alayhi salatu wasalam është shqetësuar për shqetësimin e tyre. Këtë rast e kemi përmend, tani e kemi të freskët për shkak vlerës dhe nderit që kanë gëzuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregon Abu Darda, shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam, thotë një ditë prej ditëve kanë të bëjë muhabet Abu Bakri dhe Omeri, muhabet. Edhe muhabet mas muhabeti, edhe disi Omeri u nervozu për Abu Bakrin. Muhabet u nervozua. Edhe ja kthai shpinën edhe shkoi në shtëpi. Edhe Abu Bakr Siddiku u qetësua edhe pendjej Omerin. Shkoi ti lipe halallëk. Edhe pi thot, ma ban halal që u nervozova, po, të nervozova unë ti, apo? Edhe ja ka pshel derën në fytyrë.
është nervoz jam, largoju. Omeri, shoku i dytë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abu Darda, e unë kash i ult me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhami. Thot edhe kur pe shoh në Abu Bekrin, tu dal si vrap e tu vesh si nudhe. U shqetësu, ka një shpes së nga nejtë rahat. Thot edhe, erë si i shqetësu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e pa, tha emma sahibukum faqad ghamar. Pa tha, ky shok i juve, pra Abu Bakr Siddiku, apo pa ha rrezikue. Apo ka rrezikue ai që ka nervozu këta. Thot, i dha selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, e pa tani muhabet me Omar ibn Khattabin, u nervozu, i shkova me lip falje, shikova me Abu Bakr Siddiku, shkon i lip falje, kujna, Omar ibn Khattabin. Tha shkova me lip falje, ma msheli derën. Njerëzisht, ja kam mshel derën. Apo, njëri thot, ma kam mshel mu telefonin se thiri kur. Apo, a tjetëri thot, s'ma qeli hoxha telefonin. O telefoni ai hoxhës, nuk ai joti kur dush ti me ta qel. Apo hoxha ti kum çu do pyetës si ke dhënë xhevap. Tash kur të mush me mri xhevapin e mri, nëse s'munesh bani hall vetvetes. Don, është normal, ja kam shel derë. Thot ma msheli derë. Thot edhe erdha te ti. Atari tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Allahu të falti o Abu Bakr. Tre, Allahu të falti o Abu Bakr. Allahu të falti o Abu Bakr. Realisht ajo ndu me Omerin, pejgamberi ka thonë, Allah i vetë falti o Abu Bakr. Rri rehati. Ti e dosti jam, e Allahu që ka zgjedhë më koni pari dost. Apo sa që pejgamberi alayhi salatu wasalam para vdekjes, kur e kanë i dhut ta përmendim, ka thonë vallahi mos më pasmor Allahu mu mik. E kisha marr mik Abu Bakr Siddiqun. Pa Allahu ka marr mik. Kjo mitësia kon më e larta, Khalil. Është domos maja e mitësisë. Atëra Omeri çetçohet edhe vjen. Apo edhe thuhet se ka shkuar te shtëpia vet, i ka thënë ku Abu Bakri? S'është. Ka thënë e di ku, ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka hije ja ka kshir ftyrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i nervozum. Edhe e ka ditë se u ka nervozu pse u ka i shqetësuar Abu Bakr Siddiku. Çka çkamrie dashnia e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam për Abu Bakr Siddiqun. Thot ja pash ftyrën edhe e dita. E diun pse nervozu, thot derisa rash ndigoj. U ka ul ndigoj edhe i thash ja Rasulullah, o i dërguari Allahu, unë vallahi jam konsullumçari. Unë e gabova. Mlipi falje, jam shela derën, unë jam aj më zullumçari. Unë jam më zullumçari. E ka përsërit djerë. Unë jam më zullumçari. Po, unë i pa ta fajet. Atëre i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më ka dërguar pejgamber. Allahu më ka dërguar pejgamber. E ju that kur erdha rëndës. E më tha Abu Bekri i vërtet. Çka? Larg ka çu muhabetin. A di se efte kur erdha? Po. Thash unë jam pejgamber pi Allahu. Allahu më ka dërguar, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Tha ju më that po rën. Më tha Abu Bekri, si e të rën, je pejgamber. Wa wasani bi nafsihi wa mali. Edhe më ka ndihmue me parët e veta edhe me vetën e vet. Fa hal antum tariku li sahibi, apo malini rahat shokin? E tash ki tjetër çka? Shok. Ama ki ma shok. Apo ti mundesh mi pas shumë dosta, ama e keni dost edhe i thu dostave tu, e apo ma leve rahat dostin. A një thot, po unë jam dështjot. Pa ma, kuptoj e tash, këta e kam ma dost. A ka mundësi qështu? Ka mundësi qështu. Tha, lema me rahat dostin, këta e kam dost. Edhe pasa ju tha, pra, sigur ju drejtu krejtve, tha, apo malini ju ketë rahat Ebu Bekrin. Lema një rahat Ebu Bekrin. Tha, më ka një muë me vetën edhe malin e tina. E si ka një muë, ja vetëm një rast, shumë shkurt. Vese tani nuk emi për shok. Kër ka morë për jëmësa me bo hijret. Apo, me bo hijret, ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Ebu Bekri, Mekë të kon. Edhe u kon tinza ka hije, apo? Edhe ka dal midis dreke. Midis drekes del kërkush. Tara, del kërkush se vape madhe. Vape madhe. Apo? Edhe Ebu Bekri u ka trazu, u po diçka e madhe. Ka dal midis dreke. Edhe i ka thon ulu, ka thon largoje familjen tonë pi këtu, Musnanin. Ka kon Aisha edhe Esmaja. Apo di çikat Ebu Bekri, njëna prej tyre, pastaj gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thon Ebu Bekri,
Fal e Rasulullah, fal se këto i ki të besueshme, domthon mos u tut, apo nuk ta çesin fjalën. Edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë: "O Abu Bekr, më ka dhënë Allahu leje me ikpi këtu." So kanë ngushtu shumë. Ka thënë ka me dal për hijret. Atëherë pejgamberi alayhis salam kur ja prezanton planin se çysh çka kena me bëj, apo që me dal deri në Medinë, fjalën e parë që ka thënë Abu Bekri, domthoni ka thënë: "Ya Rasulullah, as-suhbata ya Rasulullah." Ja Rasulullah, kërkoj pite të mirë që edhe mu me ti të çëshroj. Ka thënë po Abu Bekr. Atëherë o mobilizu këtë familje Abu Bekr Siddiqut për çfarë? Për me përcjell pejgamberin alayhis salatu wassalam. E pastaj e dini kur ka hyrë në shpellë, e Allahu xhelal ka cituar ata kur janë kanë në shpellë, idhuma fil ghar, kur kanë qenë në shpellë dhe janë afruar armiqt me ezan, edhe Abu Bekr Siddiq ka thënë ja Rasulullah nazunun, ka thënë rera hato Abu Bekr se Allahu me neve. Apo kitë këto pejgamberi nuk i ka harru kur nuk i ka harruar. Andaj ka thënë lemani rahat shokin. Lemani rahat shokin dhe dostin tëp. Kjo ka qenë prej domthon respekti që ka dhënë pejgamberi alayhis salatu wasallam shokëve të ngushtë të tij. Në këtë hadith vëzhgë ka shumë prej dobive, do t'i përmend vetëm pak disa prej tyre. E para vëzhgë se Abu Bekri është shoku më i madh. S'ka shok më të madh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe më të dashur dhe më të dhimbshëm te ai alayhis salatu wasalam se sa Abu Bekr Siddiq radiallahu anhu. E Allahu xhelala kur dikujt jam mbyll zemrën e mallkon ata. Çi mallkon shijat, e dervishat, e plot prej sufive, e mallkojnë Abu Bekr Siddiqun. Në emër të Husajnit, e në emër të Fatimës, e në emër të idiotizmit dhe arrogancës ndaj shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ai alayhi salatu wasalam flan dhe pushon me dy shokët e vet në varr, Abu Bekr dhe Omerin radiallahu anhuma. Andaj e para është se nuk ka shok më të madh pejgamberi se Abu Bekr Siddiqun. E dyta e cila është se lejohet njeriu që të idhnohet për shokin e vet. Apo të idhnohet për shokin e vet, edhe nëse ja ka prish, edhe ka shqetësuar një shok tjetër. Andaj pejgamberi u idhnu për Abu Bekrin, megjithëse idhnimin ja ka shkaktuar shoku tjetër. Pejgamberi edhe Omerin e do. Shumë e do. Do ta përmend disa prej raste. Shpesh me Omerin ka pas shumë prej muhabete. Çka ka toleruar pejgamberi me Omerin, me kërkans ka toleruar. Omeri pak u kanë, domethënë, ma azgan, ma trim, do njerë dhe ma i guximshëm. Ka folë do fjalë që s'ka guxu dikush tjetër mi folë. Derisa Abdullah ibn Abbas i thot, i kam do hadithe së një këm kallëzu derisa ka vdek Omeri. Në desa ai mësa ne e kallëzoj. Pse? Së një kallëzon para atina. Ka disa njerëz autoritativ të cilët kanë gëzue peshtë e pejgamberit dhe zemrat e muslimanëve. Andaj e para cila është që njeriu lejohet mu gëzue me idhnu për idhnimin e shokit. Edhe me dit njerëz se ky a idhnu për këtë shok. Tjetra cila është se idhnimi i autoriteteve është ndaluar. Idhnimi i njerëzve autoritativ është ndaluar. Çka tha alayhi salatu wassalam? Lemani shokin. Omeri çka tha kur hini me shku me u pajtue? Tha evrejta. Evrejta prej ftyrës se u ka idhnue. Apo e tash që kanë zirë djetarë kanë thonë nuk lejohet ti idhrosh. Apo e tash kush e autoritet? Çdo kush ka autoritet. Nuk lejohet me idhnue. Po asë është për të një hak të Allahu xhelel xhelali. Apo njani për shembull thot ja kum kallzu babës tem, apo axhës tem, apo dajës tem, aja më i madh, autoritet karshi meje, dhe ja kallzova një hadith pejgamberit sa dulpi kontrolle në dale. Se ai tash është ballafaqur me autoritet më të lartë, me Muhamedit alayhis salam. Atë raport me ta nuk guxon me idhnu autoritetin më të lartë. Andaj ka thënë alayhis salam, kush e idhnon prindin pa hak, e idhnon Allahu xhelalu ala. Se dietar kanë thënë nuk lejohet hidhrimi i autoritetit më të lartë. Tash kjo është debi lart. Shumë për njerëz s'kan parasysh. S'ka parasysh as baba, as babgjish, as hafiz, as hoxha, as mësues, apo përpara ka pasë deb. Ka ardhë marrë me pa mësusin në udhe. E ta shkon prindi rokët me mësusin e profesorin pse ma ke përzanti mu qikën, pse veshet ajo që ishdoje mu vesh. Apo, kështu nga ka zojnë profesorat vetë, zgudzon dhe timi përtit femrës, vajzës, tre, e cila ka ardhë jashtë ta krejta normave, s'po folim me islam, jashtë ta krejta normave, edhe norma që ka është, do më dhënë kod
i etikës shkollës, apo vin prind ankohem se unë ja kum ble këto tesha. Po ti mundesh me pru këtu edhe një hajvan në shkollë, po s'mundu me majt ata. Ka shtalle caktuar për ata. Andaj shiko autoriteti o i madh. Mos e i dhënot një kanë shka autoritet. Andaj plot pi selefi çka thonin? Pi të parëve të muslimanëve. Kujdes kur e i dhën hoxhën. Pse? Sa i t'le pa dije. Apo ai t'le pa dije. E pyetën njërin prej xhallarëve të mëdhtë të muslimanëve, Ahmed Ebul Abbas, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah, e vetën a duhet baba më shumë a hoxha? A duhet me dash tash baba më shumë a hoxhën? Çka tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyah? Tha hoxhën. Ne thotë çish me hoxhën ajetet, hadithet për nanën, për babën, tha hoxha. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah nuk s'ka mujt dikush me ezon kur në argument kundër. Çai ka thënë? Ka thënë pse e ka bërë Allahu obligim me respektu babën? Cila është fakti? Ka thënë se të ka pru në dunja. Apo, ka thënë cila më rëndësi? Cila më rëndësi? Ai që të ka pru në dunja, ai që të ka thënë çish me dal pi dunjaja. Cila më rëndësi? Do ti të ka pru baba edhe nana, janë bë sebeb, apo? Janë bë sebeb me ar. Cila më rëndësi këtë dunja? Ai disa njerëz vjen këtë dunja dhe shkon te Allahu kafir. Allahu na ruaj pe kufrit dhe shirkut. Me shkut Allahu muslimanë me sele e madhe. Tha, babat ka pru në këtë dunja, Allahu ka thonë respektoje. Ka thonë sa dush me respektu atë i cili të kalzon të ashtë qish me dal. E hoqët të kalzon të qish me dal. Thotë mos dil me gjuna, o bur. Mos dil me kufër të zotit. Mos dil me mohim, se hinë gjenem. E ai i cili të kalzon qish dilët për kësaj dunjaje, meriton respekt ma shumë se sa i cili të ka pru në këtë dunja. Apo, shumë babalar, i bine vlat. E pasaj thotë, e tash se di valla, hajde hec. E jo nuk ka hec. Ku me shku? Qish musil? Si duhet? Andaj autoriteti ka peshte feja Allahu te bareke ve teala. Andaj tha Allahu xhele xhelaluhu, tha Allahu te bareke ve teala në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, te i kaloni gabimet e njerëzve autoritativ. Te kaloje. Njeri i cili ka autoritet duhet ta te kalosh gabimin e tina nëse nuk ka shkelet të hakit apo shkelet të drejtës së dikujna. Kjo ka qenë prej asaj e kam përmendur dietarët në historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Gjithashtu prej shoqërimit të mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet, cila ka qenë se Ebu Bekr Siddiku as shumë e ka njoft pejgamberin sa pe afër, saqë e ka ditë edhe kur fol me isharat çapo thot. Veç Ebu Bekri e ka ditë. Ka fol, shumë më sa me ka kallzu një fjalë, s'kan ta qartësi, s'kan në ta të preme çka ka. Mirë po, Ebu Bekr Siddiku e ka kuptuar. Tregon Abu Said al-Khudri radhiyallahu an. Thot kur ishte pejgamberi para se me vdek në smundjen e tina, alayhi salatu wassalam, thot për fjalëve që i tha kështu. Tha Allahu xhelalu ala ja ka dhënë një robit vet një zgjedhje. Apo do me në dunjë, apo do me ardhmë në ahiret. Thot edhe ky robi e zgjedhin me shku në dunjë, me shku në ahiret. E zgjedhin me shku te Zoti subhanahu wa taala. Thot dhe filloi Abu Bekri me çajt, shumë me çajt. Thot edhe than sahabët, ja Rasulullah, do ka prej Abu Bekrit ka thon, ja Rasulullah, babalart edhe nanat tona qofshin kurban për ty. Apo edhe thot Ebi Saidi, tha unë e thash, pse more ki plaki po kanë? Për sa më të kalzoni në ngjarje. Ka ndodhur dikush ja pas ka dhënë Allahu një zgjidhje, apo do me në dunjë apo do me ardhmë në ahiret. Thot dhe çajti Abu Bekr Siddiku, thot dhe ai kishin më i dishmi jon, e kish marrë vesh bisedën. Cila ka qenë biseda? Abu Bekr Siddiku e ka kuptuar se çiki robi i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ka thonë çiki robi kanë më sa më dhe nuk çohet më piçti shtrati, vdes. Andaj ka filluar me çajt radiallahu anhu ardhahu. Atëra i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam Abu Bekrit, ja Abu Bekrin la tabki. Ka thonë Abu Bekr mos kaj. Ka thonë sepse s'kam pas shok më të mirë se ti. Apo kjo thotë Ibn Hajar al-Asqalani lejohet me lavdru shokin. Në tira, apo lejohet ai cili Iran, në kuptimin nuk thot sikur të na për shembull mos ja rrej thot dahirën se këtij mos anena apo i hip fotolloku. Abu Bekri si ka i fotolloku ka njëri tamam i plotsuar. I ka thënë Abu Bekr mos kaj se s'kam pas shok më të mirë se ti. Më keni mua me parë, edhe më keni mua me shoqërimin tan. Ka thënë me pas
kanë që Allahu s'm ka marrë për dost, e kisha marrë Abu Bekrin për dost. Këtu çka e ka për qëllim për dost? Ka ardhur Khalil, maja ma e lartë e të senurit, çfarë? Dost. Kanë thonë që kjo termi Khalil, shoqërim i cili zbohet pos me një. Apo e Allahu gjela ka shumë Khalila. Apo prej Allahu gjela ka zgjedh Ibrahimin edhe Muhamedit sa Khalil. A njeri s'mundet me pas Khalil pos një? E ka thonë mu konë që këtë njanin, që se kësha thonë Allahu gjela, ja kësha thonë Ebu Bekër e Sidikut. Sa e do në Ebu Bekër e Sidikut. Pas e ka thonë alejhi salatu wassalam, ka thonë walakin ukhuwat al-islam wa mawaddatuhu, ka thonë alejhi salatu wassalam, mirë po vëzhgimllok islami dhe dashnia e islamit. Pas e ka thonë mshelni ketë hymje dhe dalmet me xhamiën time, pos derën e Ebu Bekrit. Mshelni, se ka pas hymje shumë prej grave, kanë hije, kanë pas derën çel, kanë mujt me shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me hije në xhami. E kanë pas dritare të vogla, domthonë në të kaluarat i kanë marrë sigur për shërbim, domthonë të nevojave. Ka thënë alaihi salatu wasallam, mshelni këtë dyrt, mshelni këtë dollapët, mshelni këtë dritarët dhe lejeni çel veç të Abu Bakr Siddiqut. Ka net kjo çel deri në kohën e Uthmanit radhiyallahu an. Dera e Abu Bakr Siddiqut. Çel kanë. Pse? Sepse kanë ditë se kjo derë o kon amanet, leje qelë ka thonë këtë. Le ta di njerëzit që çdo jam kanë me Abu Bekrin dhe se kam shel, edhe mas i kam ndek se kam shel derën. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kjo ka qenë prej trajtimit të mirë që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam me shokun e tina Abu Bakr as-Siddiq. Gjithashtu prej trajtimeve që i ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë se me shokët e ngushtë ka pas tolerancë që si ka pas me të tjerët. E Omer Khattabi, e përmendëm nga tabiati, ka qenë pak temperament. Apo temperament. Mirë po, dallimi mes temperamentave ton edhe Omerit kua, se kur i ke thonë ki frikë Allahu nuk ka shujt. Sikur kur i qet ujit dhe zjarmit uj. Apo e te na temperamenti kur bëhet çabat, ban kërdi, Allahu na rujt. As si ka thënë Allahu te bareke ve teala për hipokritat, wa idha qila lahu ittaqillah, kur i thot ati ki frikë Allahun, e khadhathu al-izzatu bil ith. Aja la ma shumë hinë gjina. E kur i kanë dalë në Khattabi ki frikë Allahu u gjelluar, e ka njës me kajt. Edhe u kanal. Edhe e ka dalë gruja, ka dalë Omer ki frikë Allahun. E ka dalë fëmija, a konë Omer Khattabi për ta përshkujt që që konë temperament. Ka kalu një ditë Medina, u konë prisi muslimanve. Edhe u konë njani prej djemve të sahabeve. Sahabe dhe aj, Abdullah ibn Zubejri. U konë fëmi, edhe ka kalu janë konë të lujt. Apo janë konë të lujt në Medina. Edhe kur ka përci Omer Khattabi kirë kanë hik. Edhe kjo Abdullah ibn Zubejri ka nejt. Edhe i ka thonë Omer Khattabi ka thonë, e ti pse sike? Ti pse sike pa të shka hekën? Tha, të kum hin hak di shka? Udha, është e jotja? Menquri, shoki për e mësram, gjalli shoki për e mësram. Tha, jo. Tha, pse du të me ikë pitije? Ka zomë, pse du të me ikë në pitije? Apo, njën i thot, hin një kitë në për se erë babgjishi, erë baba. O e më në të dvenaj, hin, salamu alaikum, alaikum salam. Pse duhet me hip dikuj shtipja e mu shregullu, apo sa për njëzvi kanë hip shtipja, pse? Se aj sërë që ka hinja, aj që ka hinje, ja ka prish këtë shpijës, apo? Qish janë konë komoditetin më të mirë, apo? A ja ka prish? Ja ka prish? Mos prish audër, qka i tha Abdullah ibn Zubejri? Ka zomë, pse duhet me ik pitije? Atërë qka i tha Omer Khattabi? Tha jo në tha veç deshta me të testuë, apo? Tha ti ki me pas pozitë. Edhe u ka bo Abdullah ibn Zubejri dietar edhe prisi muslimanëve. Të dititu i ka i gëzue. Pse? Pi fmi. Po pse du të me ikme piti une? Andaj, mësoj e fmiën tanë, anë dhe të respektoj e babën. Ama jaj me thi kryo të ikmi babës. Ama, hykë se tash ka ardhaj. Qa ka ardh plus ku ka ardhaj pipune se sa ka në luft rukët Allahu Gjelluala. Qa ka në duva? Ama, a i pipa që zvjen, i tranon këtë dunjajnë e tranon. Ka dale ba. Ani edukoj e fëmijën tanë në të jatë këtë respektin babës e bablokët e haqijës, mirë po me nivel, mos të boje zotat. Apo, tha alejhi salatu selam, s'ka respekt për krijesën kur çkelet krijuesi. Zban zemrën tanë më kanë edhe Allah edhe haqijat të tin zemrën njësoj. Zban. As pejgamberi selam zban mi pas njësoj. Allah dhe me mësam janë më të lartit. Apo, andaj, shiko, Omer Khattabi ka qenë ky. Dëgjoni këtë rast. Kur ka ndru jetë Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, ki ka qenë koka munafikave, që kjo koni pari munafikave. Që ka ndodhë me këtë njeri? Kur ka ndru jetë, e ka pas djallin shumë të mirë. Dhe kjo argumenton të dhim në Hajjës Kalani
se prej të mirit deli keqi dhe prej të keqit deli miri. Prej kokës munafikave ka dal dali mirë. Dhe prej shkinës ka dal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Apo se shpesh po pyesin njerëzit se a jam te unë me të zvit po kallzoj. Muhamedi alayhi salatu wasalam, bab edhe nan, bab edhe nan, çka e kanë lind, si un kanë musliman. Qafira janë kanë. Kanë dal pidi qafirave, njëri më i mirë ftir tokës. Apo kjo është besimi i sahabeve, tabiinëve, tabiinëve. Apo dhe 4 imamëve të muslimanëve. Pi këtyre dyve ka dal njëri më i mirë. E pi njerit më të keq, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, ka dali sahabe i pejgamberit Abdullah ibn Abdullah. Apo edhe pejgamberi ka dal shumë djalin e vet. Djali vet e ka ditë se babën e ka hipokrit. Ana një ditë për ditë e ka marrë vesh se mos pe ja ban pejgamberi dikujt urdhër ta vrajë babën e vet. Se është hipokrit, se ka bëu shumë sharr. A di çka ka thënë çiki ibn Seluli për pejgamberin? Ka thënë rrit të qenën me të hangër. Dhe me kune e kumë rrit Muhammed s.a.s. Unë ja shlova venin, se e konë Medinë. Unë ja shlova venin, shta shkipo më ha. I ka thonë qenë, a.s. Apo, kanë qenë me një luft, ka thonë, shta shku të shkojnë në Medinë, i madhi e hej ka të voglin. E ka posë përshem, unë i madhi, ki i vogli. Edhe shpesh ere ka kape mësam për këmishe, kur ka mujt, e ka zonë ven, e ka kape për këmishe, i ka thonë shenë që zdu ti june. Dhe mësam e ka qëtësu kitë këta. Dhe që kia ka bëhe shpifjen Aishës, i ka thonë Aishës lavire. E kom pa me burt huj. Hasha vë kella. Apo, e tash që ki njeri kur ka ndrujet. Vjen për mësam edhe e hek mishën e vetë. Edhe i thot djallit vetë, mere mbuloje babën tanë me që këtë këmishë. Apo, ta qëtësoj e djallin. Se ta shika dik baba. Shiko, djalli vetë e ka ditë që munafik. Po babën, qëfar do që e ki, si s'ki shka i babë. Andaj u ka mërzit djali vetë. Atëherë vjen djali vetë dhe i thot ja Rasulullah, e di që ka ndohë, e di edhe ka ndru jetë baba jem. Atëherë i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos u mërzit, ka thonë se unë do t'ja fali gjenazën atina. Shiko, hadith sahih Bukhari, sahih Muslim. Ka thonë unë do t'ja fali gjenazën atina, mos u mërzit. Ka dash me qetësue djalin e vet. Atëherë ka ardhur Omar Khattabi. Kur e ka pas atu bazër që t'ja falë gjenazën, kujt do t'ja falë gjenazën? Ibn Selulit, edhe ja ka falë. Edhe ja ka falë dhe ka thënë o Allah fale, o Allah fale, o Allah fale. Apo e na subhanallahu iladhin, për një gabim, dy gabim, ki xhenemlia erdh. Po ka dalë me Allah Ibn Seluli u ka thënë o Allah fale. Andaj Al-Khattabi Abu Sulejmani në bidjetarëve të mëdhej të muslimanëve, thotë shiko, vetë se pi për jashtë u shfaq musliman, ka thonë me mësam, na shta e falë Allah i be. A mu nupi për jashtë mu kanë me neve? Po a i su kanë me neve? Me gjitha ta ka thonë, o Allah fale. Ka ardhë Abdullah ibn Omeri, ka ardhë Omar Khattabi, edhe i ka thonë, ja Rasulullah, ti do m'ja falë gjenazën këtia? Edhe ja ka njës të i kalzu. A e di që të ka thonë filan ditën? A e di të ja i kur ngrejke për teshe? A e di që ka bo kështu me tyje? Ja ka njës me ja përmen? Atërë me mësam ka kesh. Ka bus qesh, edhe i ka thonë, akhir anni ja Umaru. Të lërgoj Omer tash. Ma vonë i folë këtë ma vetë. Lërgoj e tash. Ose i ka dek njëri dhe djali hëtë mërzit. Atëherë, kër ja ka njësë shumë ti i bo shtypja Omer Khattabi, i ka thonë pejgamberi s.a.s. Ka thonë, unë më është dhanë zhidhe në Kur'an, edhe unë e kumë zgjedhë. Ka thonë, sepse Allahu Gjelluale ka zbit një ajet në Kur'an, i cila ajet ka lanë për mësa me kuptu se kjo ajet nuk o i prejmë. Allahu Gjelluale ka thonë, walau staghfarta lahum 70 marra, me ba ti edhe 70 herë me kërku fali istighfar, si ja u falë Allah. Ka thënë alayhi salatu wasalam, ka me lip fali për Abdullah ibn Ubejin mbi 70. Ka me ndu alayhi salatu wasalam se 70 është për qëllim 70 numri. A dietar kanë thënë realisht e ka kuptuar më vonë vetëm se ky 70 është për qëllim sa do të lipish istighfar si ja falë Allah i këtina. Mirë po kështu e ka komentuar. Nga rahmeti i madh që ka pas alayhi salatu wasalam, ka thënë ka me lip falin mbi 70 herë, ndoshta Allahu ja fal. Çfarë zemre kjo? Ndoshta Allahu ja fal dhe ja ka fal gjenazën edhe është larguar. Pastaj ka zbrit fjalë Allahu te bareke ve teala në surën At-Tauba ajeti 84, thot Allahu te bareke ve teala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ka thënë Allahu te bareke ve teala kush vdes për tyre munafikave, e ti e di që janë munafik.
kur mos ja fal xhenazën. Kur mos ja fal xhenazën, edhe mos rrim mbi vorrin e vet. Apo mos shko munafikin me përcjell si çish përcjellet muslimani. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Ata kanë mohuar Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa matu wa hum fasiqun, dhe kanë ndrujet duke qenë prisht. Kanë ndrujet duke qenë prisht. Thot Omar Khattabi, u çudita me guximin tëm ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çish më shonë mi fol ashtu. Mi thon largoju mos ja fal, çish pi ja fal. U çudita thot Omar Khattabi, çish kisha unë guxim, çish tu mi fol pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot Ibn Hajar al-Asqalani dhe Imam Nawawiu e ka toleruar Muhamedi alayhi salatu wasalam këtë sjelljet Omerit se e ka pas dost. Diku tjetër se kishte toleruar. E ka toleruar se ka pas dost ngusht. Dikan tjetër, domthon tolerohet prej shokit, çka tolerohet për më të largët. Apo tolerohet prej dostit. Andaj ai vrasësi i Hamzës, a folën për axhin e pejgamberit, ai që ka vrarë Hamzën, ka ardhur ka pranuar Islamin. Edhe ka thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe ai ka menuar tash se ka muafruar me pejgamberin siç janë afru këto këtë. Edhe pejgamberi mas e ka pranuar si musliman, ka thonë ky si të munësh, unë ti s'du mu taku kurr. S'ndel para ftir. Se ma kujton vrasjen e axhës tën. Çiko i largët, apo i largët. Ndërsa kjo është i ngat. Ky ka fol pak më, mos e ban, mos e fal. Ose ka thonë lem rahat Omer. Çiko lem rahat. E pejgamberi thotë Ibn Hazm pse ka toleruar luftën e Hudejbjes, luftën para se me që lupe mësam Mekën. Kanë shku për umre edhe janë dosh më këthije. Arabët kanë dosh shka umre. Para në timunis për haq, a për umre, edhe pak para se me mërin Mekë, pak, gati e shë Mekën, ato gati e kanë pa Mekën, edhe me thonë s'ka, këthau të mas, këthau për mas. Qështu i ka thonë për jam sëram? Edhe sahabët e kanë, shkëthej me marë për mas, ti keme më nalë punë për mas. Qështu ka thonë, s'ti së mund është me nalë, ne me pi umrës. Edhe me sëram, nalu se, dhe mon, bazë gjidja. Edhe kanar kanë bo mardheshje. Pjesë e mardheshje së kanë, këthehullit e mas, vinin mot. Pik. Edhe ka shku Omar Khattabi ka thonë, ja Rasul Allah, a hi dërguri Allah, po, qka kjo pik e mardheshje sështu? Pse mu këthina? A janë batil ato? Po. A janë në hak? Po. Atër për mësëm ka thonë, jam në Khattab, o gjeli Khattabit. Apo, kur ti, do t'i kanë me qërtu, ja hek emnin, ja hek për gdhele, o gjeli Khattabit. Unë e drejtona pi qile. Thot Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu, pi qati rastit derin vdekje, para se me vdek, ka than, unë e oju njerëz, ketë që kam bo khajrë për muslimant, e që kam bo khajrë për veti, i kam punu me la një laf, që ja kam thonë për nga mësëram, një kohë kër e ka pasaj kriz, e unë e hipa në qafi, thash, pse peshkrum këtë marveshje? Shiko, mi po e ka toleru Muhamedi a.s. E ka toleru a.s. Kjo ka qenë prej trajtimit që e ka pas pejgamberi a.s. me shokët e vet në sjelljen e madhe dhe të lirë që e ka pas a.s. me fjalë dhe mirësi. Gjithashtu pejgamberi a.s. ka pas sjellje të mirë me një numër të madh shokëve vet. Do ta tregoj një rast se ne ka ndodhur Bilalit radiallahu an. Tregon Bilali radiallahu an se një shok i vet kur a kon Bilali në Sirinë e sotshme në Haleb, apo Allah i shatrov zullumqarës se të bojnë zullum atje, nga se Bilali është largu për Medine se s'ka mujt me nejtë Medine, dhe ka arë transmitime që ka arë në historinë e djetarëve se Bilali s'ka mujt me bo muezin lëk mas vdekjes Muhammedit a.s. Dhe kër i kanë thonë hajde banë muezin, ka thonë jo, se më kujtohet Muhammed a.s. Në kër ka nisë me bo muezin, ka thonë i kametin, apo Allahu akbar, Allahu akbar, kër nisë këtë kamit të salat, e ka po me mësam të quë për imam. Ka thonë tashën e kër ta thamë e zanën e kametin, që se shumë me mësam s'muj me dëruë. Edhe ka kërku leje për Ebu Bekr Sidikut me, i thonë leje me shku dikun, largë me luftu edhe me dek. Edhe ka shku në Haleb, apo në Shamin e sotshëm, edhe ta atërshëm. Edhe një shok i vet i ka thonë, o Bilal, kallzon me pak çish ke kalu me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë Bilali, vallahi, shumë di për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë muezin jam kon. Çati ditë jam çati. Ka thonë mirë, po e kum pasën një veçori tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ka dek, çka ka pas parë të veta. A e dini ato hadithët
që i kini një ketë, e i ka thonë Bilali, a di, kër i kini për mësëm, simër të pare, i shpërndajte. Thot, a ju ka shku me ja, kush i ka shpërndaj? Për mësëm vës i ka mori, e ka thirë dika, ka thonë, shpërndaj që të, shpërndaj. Ka thonë, që i ka shpërndaj jamune, ja ku shpërndaj parët. E në ditë për ditëve, thot Bilali, thot, për mësëm, kur vinte dikush me lip ndim, e s'kishte, i thonë të Bilalit, këshy Bilal, që vjen dikush, më lip ndim, merë borgj, e një moj, e pas ta ja bojna qarën. Merë borgj, mëse lepa ja kryet e tire. Thot Bilali, deri sa mra mi li borgj një paganit. Erdë një njeri një nevojtar, ja Rasulullah, ka arë një nevojtar, s'kam. Ja li pa tha borgj njanit. Edhe a ishte pagan. Më dha borgj, edhe pastaj, kur thot një dit, erdë dhe po më këshirë shtrem. Fete gjehemeni, tha më këshirë i shtrem, më roll, karshimej edhe filloj me më thonë fjallë trana. Edhe po më thot muhe, a i disa i ka mu i be, dash borgjën a i do me lip. Tha i thash po që edhe pak. Edhe 4 dit i kije, po së më këthen dë baj rob. Edhe pasaj i ka thonë, ti abë nësë unë t'jap ti pare borgjë që jam të dashta, ti edhe dostin tana, për Muhammedin s.a.s. Së du as ti as ata. Ka thonë të ku më dhanë borgjë, mos po të zonë ngusht, e së në mi këthen e të baj rob, që shë e kanë. Se Bilali u kanë, rob, e ka liroj për Bakr Sidiku. Ka thonë të ku më dhanë borgjë, shiko ku shkon shërë njerëzve. A i borgjë kështë e pi jep, e ka plot për njerëzve që do dhëtë. Jep i thotë se ti jazë kryen më sanin a i ditë. Po pseve me jazon kryen? Pse disa njerëz knaqin kur jazë kryen dikujna? A ki pa, disa njerëz jetojnë 14 vjetë pri thotë, inshallah më vjen ajo dite kur i thamune a thojsha. 14 vjetë ka prit, mi thanë dikujna a thojsha se je gabim. Jetojnë më rjetën tonë të lirë. Ndihmoj njerëzve për Allahun te bareke ve teala. Jo, se vjen ai ditë apo. Allahu ti bën ndihmën. Nëse ti ndihmon hajr, Allahu nuk le pa ta kthi hajrin. Ky çka i tha ki pagani, tha unë nëse s'mi kthen parët për 4 ditë, të kthaj ku je ka në rob. Se më ki borç, unë të marr rob. Atëherë thotë më kapi morzi e madhe. Po bana rob më largon pi pejgamberit alayhis salatu wassalam. Atëherë thotë i shkova vrap, e mësam dhe i thashë Rasulullah, kështu, i ku mor borç, s'kena më ja kthie. Atëherë tha alayhis salatu wassalam, këshir, domthon me kry punën. Thot, shkoj një dit, thot, une nuk kisha gjumë. Nuk kisha gjumë, qysh t'i kthej parët këti njeriu dhe t'lirona prej shërrit atina. Thot, edhe kur një dit prej ditve, thot vetëm, ardhë njeri dhe më tha po thirë për nga mberi s.a.s. Kur shkova, tha, i këshin ardhë shumë prej madrave, prej deveve të mbushta me madhë. Edhe më tha, ja këto 4 deve të mbushta me madhë, meri o Bilal. Thot edhe unë i mora. Edhe më tha, gëzoju, se Allahu ta kryti punën. Me gjithë se vëzër këtë nga të rejës, ta qujnë. Për shka e ka bo për nga me sëllatë të sëram me Bilalin, minimu njerëzve. O nga tru për veti, minimu njerëzve. Se ka orë dikush ka thonë, kam nevoj, skena, borç, këtheje. Qëko? Nuk i ka këthi njerëzve, që përmenëm rastin kur, ka thonë kush për më verë këtë misafirë në makshi. Atër thot Bilali, e falenderohu Allahu në gjilluara, i zbraza ato ja ktheva ati parët. Me njëherë, apo edhe atëre pjesa që kam bet, për nga mbedi a.s. më tha, ajo që kam bet, mere ti o Bilal. Ajo që kam bet, mere ti o Bilal. Pasaj të regon Bilali se shkovat e për nga mbedi a.s. Në gjami para sabah, e thira ezanin, e falem sabahin. Atëre më tha për nga mbedi a.s. Tha, që ka bani a i djali? Më që bani a njëri që more bërsh. Tha i thashe Rasulullah e krytëm. Kanë thënë një darë shiko u kujdes, a u lirove për ati, a jera hat tash, ala mos ka kërku diçka e kështu me radhë. Tha jo ja Rasulullah e krytëm punën me ta. Jemi lirue prej atina. Adher tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka rahatu Allahu xhel xhelalu. Ka rahatu Allahu te bareke wa taala. Kjo ka qenë, domthon, prej rastit se Bilali radhiyallahu anhu ka treguar me shoqërimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në këtë rast ka shumë mësimeve. Apo, përmendni disa vërtetëra. E para cila, a lejohet me marr borxh me dhon dikujt na ndihmë? Apo, kanë thënë jetor, po, nëse njihet prej teje mundësia e ekonomike. Domthon për shembull ta zona, një njeri është biznesmen, o tregtar. Edhe ai njihet që ndihmon. Për momentin s'ka. Edhe vjen një nevojtar.
A di thot, një mombe, tash për momentin, apo, me gjithë se këta tash për momentin këtë zënginat e kanë si apo, e keni, si vegës për mës me dhanë, thot, këti kanë dzanta, apo, e tash, mase që jemi në Ramazan, se po pysin shumë, po e baj publike, një numër i madh i pyetjeve kanë ardhur, a lejohet borxhin me dhënë zeqat? Jo. Si është kjo? Si është ky sirat? Ky sirat o kështu. Ti e zëngin, ki me dhënë zeqat. Edhe ki borxhli. Ato sun ti kthejnë borxhin. A lejohet vet pyetsi? A lejohet unë ti thamë atij borxhlijës, sa më ki borxh? 3000 euro. Të kofshin zeqat. Jo. Pse? Sepse dietar kanë thënë zeqati do të mund nxjerr. Mund nxjerr. Kjo është hile. Ç'është hile? Ti ki për shembull ta zona, ashtu ti kur s'ja pare. A e kupton? Parën çka e ki te shtëpia, ajo do të mu pastru. S'pastrohet pe ja gjujt ujin. E çish gjuhet uji me nxjerr 2.5 pe aty. Apo kjo për këtë ato shkavetin, edhe për këtë ato shka s'kam pas mundësi me ju përgjigj. Nuk lejohet dhënia e zeqatit në zbrazjen e borxhit. I thonë je i lirë pi borxhit, edhe po ta zon zeqat. Jo. Nuk llogaritet në këtë formë. A lejohet nëse ta kthem borxhin? Ti ka pru parën te shtëpia, edhe ti nesër ti thu të njëjtit merri zeqat. Po. Se ajo parë ka hinte kapitali jot, tash del prej tërësisë si zeqat. A dhe ka thënë dietar, nëse dikush njihet se është gjymert, për momentin s'ka, i thot dikujt, "A mi do borxh?" Apo se ti kthej tyje, t'ja krije të tjera. Kjo në nivel të lartë, normal. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë prej njerëzve të cilët është interesuar shumë për shokët e vet. Është interesuar shumë për shokët e vet dhe kur ka munguar dikush e ka lip. Ku është? Pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon Anas ibn Malik se kur ka zbrit fjalë Allahu xhelalu ala në surën El Hujurat, ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Kur ka zbrit fjalë Allahu xhelalu, o ju të keni besuar, mos e ngritni zanin e juve mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ju shkojnë veprat huç. Zanin veç tonacionin me ngrit, shkon vepra huç. Ka qenë shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ka pas emrin Thabit ibn Qais. Thabit i bie emrin sigur që e kam unë. Thabit ibn Qais radiallahu an. Edhe e ka pas zanin e nalt. Ai që ka fol normal, sigur me fol me mikrofon. Apo i kanë thonë Gjauheri domethën sigur ka bëhe shumë za. A keni pa kur rritikun në për vende të cilat e shpërndajnë zanin shumë, kështu e ka pas zanin. Edhe kur ka zbrit kjo ajet, u mërzit shumë. Edhe tregon Sa'd ibn Muadhi, thotë e pash një ditë shumë i mërzit shumë, se ku pas komshi. Tha i tha, "Çka kjo Thabit?" Tha, "A nuk e di çka ka zbrit?" Ka shkatruar. Ka zbrit fjalë Allahu xhelalu mos e ngritni zanin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë këshirun e fal zanin ka. Musar si i tha aty domon, "Ja Rasulullah mi than, do kanë sigur, keni pa disa njerëz për shembull, kur flasin, apo disa kur kallzojnë muhabet, ai ti kujton se ato rre. Dhe ti kur shkojsh ato janë tu bë muhabet çefi. Njerëz kanë tabiate të ndryshme. Atëherë thotë shkova te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe pejgamberi tha, "Ku është Thabiti?" E ba Amri, "Ku është?" Tha dia kallzova. Domthon, i thash, "Ja Rasulullah, kështu, ajeti që ka zbrit, a e ka bart për mi vetë. Se unë jam, a jam." Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Thirne Thabitin, edhe thuni se është pi banorëve të xhenetit." Nuk është për qëllim ajeti. Këto e ka për qëllim ajo ngritja që sinohet. Ajo ngritja që sinohet, domthon ti shkon dikujna edhe ja ngrit zanin. E ki për qëllim me ul. Apo kanë ardhur sa bedeuia i kanë thënë, "O Muhammed, berën pare se s'ti ka baba." Bedeui, do të flasim me një kategori bedeuive. Njerëz arrogant. Kto e kanë ngrit? Allahu që ka thënë, "Kujdes. Ju në mes vetë që shfolni, Muhamedi sa s'lejohet pse shkon vepra huç. Ke vepra jote shkon. Shkon me namaz, me zeqat, me agjërim. Ke shkon huç pse një herë më ngrit zanin Muhamedit alayhi salatu wasalam." Andaj ka thënë Saadi, i ka përgzu ka thënë, "O Thabit, të ka përgzu pejgamberi sa me xhennet." Andaj përgzuar me xhennet përveç atyre 10 që janë përmend në hadith është edhe Thabit ibn Qais. Ka qajt pse e ka pas zanin e lartë. Natyrisht e ka pas zanin e lartë. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, në ditë prej ditëve tregon Qurra ibn Iyas, thot arë njeri
edhe vinte shpesh te pejgamberi alayhis salam, edhe kur vinte mirë te një fëmijë, edhe e donte shumë. Edhe ai fëmia thotë mundon të më lut me ta, duke qenë me pranime me selam, edhe ai u çonte e kapte dhe ulte mprerë. Edhe baj ke muhabet me pejgamberin alayhis salam. Thotë një ditë u ul pejgamberi selam tha, "Ku a filani?" Ai tha, "Ja Rasulullah, s'ke dëgjua, i ka dek djali i vogël." Edhe shumë i mërzitshëm, s'na të mor vetëm. Dhe thotë Ibn Hajar Asqalani kjo lejohet, domethënë deri në kufit e mosdaljes prej normales, që njeriu të mërzitet deri në derexhes mos më mujt me dal pi shtëpie. Andaj kur ka dek Xhaferi, djali i Haxhës pejgamberit alayhis salam, pejgamberi ka thënë 3 ditë let mërziten. E meriton me kajt e njeri. Apo i ka do njerëz mundon me la kështu si pozite, andaj nuk është nëse e shat dikan që shumë mërzitet për dikan, mos e merr për të madhe. Apo ka thënë koha, ka thënë ja Rasulullah, i ka dek djali ato mërzit shumë. Atë i ka thënë pejgamberi sa thirrni. Edhe kur e ka thirr, i ka thënë pejgamberi alayhis salam, "A do?" Ka thënë po e du shumë. Me vlade ka. Apo ka thënë e dasht Allahu. Apo e dasht Allahu xhel xelaluhu, pastaj ka thënë, "A ki qef ti që kur të hish në xhennet me të prit djaliot me ta çel derën?" Ka thënë po ja Rasulullah. Ka thënë djaliot ka me të prit në xhennet. Cilën derë që ta mundson Allahu me në xhennet, Allahu na mundson me në xhennet. Ka thënë ka cilat derë ti ki me hi, ka me dal djaliot ka me të prit. Ka thënë cila më e mirë kjo apo me pas jetu me ta tin këtë dunjë. Sa i ka shkuj pasat Allahu te bareke ve teala. Problem sa këtu çfarë ka tregu? Ka tregu mëshirë për shokët e vet. E ka nda mërzijet me shokin e vet dhe e ka përgzu ka thonë rahat. Sa Allahu gjitha ka me ta kthye në xhenet. Gjithashtu tregon Zeid ibn Thabit radhiyallahu an se prej kujdesit që ka pas pejgamberi alayhis salam ndaj shokëve të vet në luftën e Uhudit, e ka pas një shok e ka pas emrin Sa'd ibn Rabia. O konë të remi madhë. Ati ja kem shumë me shpat, a ke gjujt me shigjet, a i se kanali is luftën. Deri sa, thot Zeid ibn Thabit, thot, u godit shumë, edhe ra, edhe e qumë pak ma ndej. O e largun që, prej pjesës luftë ka pas do mon njërës të zatë janë mirë me njërës të lëndu. Edhe, i ka thonë Zeidit, pe jënë ka thonë, ku është Sa'd ibn Rabia? Ka thonë si ta shifsh dikon, qoj selam pi muhe. Ka do është të angushloje se njeri ka të regu në luft, do më thonë trimri të lartë me pejgamberin alayhis salam, edhe pyte pi muhe, qyshje, a je mirë, si pe gjenë vetën. Ka pas të angushloje. Thot, Zeid ibn Thabit, thot kum shku në për të vdekmi, që kanë ra në luft. Edhe pe lipit, kja që jam anetin ati Saadit. Dhe kur e pash e gjeta. Thot, ja kum gjetë në trupin e ti mbi 70 goditje shpata, mbi 70 goditje shigjeta, e thika. Thot, edhe i kishte met ala shpirtin pajdal. Thot dhe i thash, o Saad, pejgamberi alayhis salam të ka qu selam dhe më ka thonë me dvet qyshje. Atar i ka thonë pejgamberit sallam, i ka thonë Sejdit, i ka thonë ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alayka salam. Çoj ti pejgamberi edhe ti qof selami. Pra ja ka kthye selamin pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe ka thonë thuj se jam të jani erën xhenetit. Ala s'ka dek. Ka thonë thuj se jam të jani erën xhenetit, ka thonë edhe thuju dostave të mi pi ensarve, sa kon ensar. Ka thonë thuju dostave të mi pi ensarve. S'keni arsye për para Zotit, derisa ju punon një çerpik prej forcës, e nëse e gjen keq diçka pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pra atini damar i vogël me tmet, nuk lufton të mbrojtë pejgamberin sallam, s'keni arsye për para Allahut te bareke ve teala, thotë dhe i msheli sit. Kjo ka qenë prej kujdesit të lartë që ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam për shokët e vet. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë për ditëve në luftën e Uhudit, ka qenë Sa'd ibn Waqasi afër tij duke e rujt. Edhe pejgamberi alayhis salam e nxjerr atë domon qesën me shigjeta, edhe ja jep Sa'd ibn Waqasit. Edhe i thot irmi fidaka abi wa ummi. I ka thënë Sa'dit, merr çdo shigjeta, gjuj bab e nan kurban për tyje. I bafsha. Bab e nan kurban për tyje i bafsha. Apo kështu i ka thënë Sa'd ibn Abi Waqqas. Kjo ka qenë prej traditës të mirë që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar, e përmendëm rastin e Xhaferit kur i ka ndruar jetë
domthonë djali i Axhës, se si e ka ngushëlluar familjen e vet, edhe i ka thënë se mos u mërzitni se unë jam kujdesari i tyre, pra i djemve që i ka lanë në dunja edhe në ahiret. Një ditë për ditëve tregon Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhi salatu sallam u shmërzit shumë për një shok të vetin, e që e ka pas edhe vlla prej qumshtit, e përmend Uthman ibn Mad'un. Që ki shok e ka pas pejgamberi sallam edhe shok edhe vlla pi xhinit, apo kanë pi me një gruaje xhin. Kur ka ndru jetë, thot Aisha, s'kum pa që u mërzit dhe njarë ma shumë se për këtë shok. Edhe kanë shkue, e kanë zirë gjenazën, edhe kur e ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam, së ne ka mojt vetën. Kur e ka pa këtë shok, e ka pas edhe vlla prej xhinit edhe prej qumshtit. Atëherë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, bëmani një guri të veçantë, t'ja late kryet, që gjithmonë ta di se ku e kam vllavin. Ka thënë edhe këtë familjarët e mi kam i vëroz nga të këtina. Atëherë thot Abdul Muttalib ibn Abdillah, thot na u munum së në gjetëm. Atëherë pejgamberi tha këtë guri së në majshmi, erë pejgamberi vetë të i majtë. Thot edhe duke i kap gurin, ju shifshin pjesët e trupit. A që vetë ka mor guri për shokin e vetë, për vllavin e vetë, t'ja vënoje një guri alamet shenjë, jo me zbukuru varrin, por ta dije se qëtu e kam shokin. Apo dhe që aty e ka varosë edhe gjallin e vetë Ibrahimin. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, pe javnoj që këtë guri që ta di ku e kam vllavin dhe këtë familjarët e mi, kam i varos këto. I ka qenë prej mëshirës madhe që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shokët e tij. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam është këshilluar shpesh me shokët e vet, edhe kur ka pasur një telashe të madhe, e ka vetë ata çka po thojnë. Për shembull, në ditë për ditëve në luftën e Uhudit, disa prej trive të muslimanëve kanë marrë pjesë në luftë. Edhe i ka thonë ja Rasulullah, nëse ka një luftë tjetër, atëherë kena me dal na me tyje. Ka thonë s'kena me nejt Medinë. Nëse ka thonë rrim Medinë. Ka thonë jo se na s'kem Bedër, dojna me dal. Edhe me kur ka ardhur urdhë për luftën e Uhudit, atëherë me kalu prazmorën, u ka vesh me heko. Edhe atyre djemve tri u kanë kallëzuar që pejgamberi po do me nejt Medinë, jo me dal jashtë. Ato ka thonë po na çef patëm. Po leje çish ka thonë pejgamberi. Kanë shku këto triti ka thonë ja Rasulullah, leje çish po thuti. Ka thonë alayhi jo. Tash unë pe marr mendimin e juve. E mora t'juvin, nuk i takon pejgamberi masi ta veshë prazmorën, me thonë jo unë tash pendroj. Po pejgamberi ka diskutuar me ta. Ku po doni me bë luftën? Atje. Shkojmë me atje. Pejgamberi i ka këshilluar në luftën e Ahzabit, e ka marr mendimin Salman al-Farisi. Apo dhe shumë prej rasteve pejgamberi ka marr mendimet e shokëve të vet. Pra ka thonë, nëse kjo më e mirë, e bojna ata. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka përgëzuar shokët e vet me xhennet. Në ditë për ditëve tregon Ebu Huraira radhiyallahu an, thot e lipsha pejgamberin dhe nuk musha me e gjet. Ku na gjeta thot me një baçe. Thot edhe i shkova ngat. Edhe po e këshiri pejgamberin pi ring afër. Edhe ula me pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe më tha rri çto të mbaçe, ka qenë izoluar. Ka thonë si të vende dikush le të lipe leje, mos hije pa leje. Thash tamam. Atëherë i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, njëri parë çka të vjen, e që e thot shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, thuj që i banori xhenetit. Se pejgamberi ka thënë se i pari vjen Umar Khattabi. Edhe ka ardhur Umar Khattabi. Thotë Abu Huraira, kërkoj leje, edhe unë i thash, ti je banori xhenetit. Se i ka thënë pejgamberi, thuj ti je banori xhenetit. Thot mi kapi thot kpuçat, Umar Khattabi, e Huraira thot mi kapi kpuçat, mi gjujtin gjiks edhe më përplasi për shpinë. Po mos fol ashtu. E Umar Khattabi në njëri i çuditshëm, radhiyallahu anhu wa ardhahu. Atëherë ka thonë lipi leje të hitë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka hitë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ka shkuar ngat, edhe ka nisë Abu Huraira me kajt. I ka thonë çfarë po ka Abu Huraira? Ka thonë am thave thuj banor xhenetit, po. I thash, kim rrejti mua? Murm gjujti, edhe thot më përplasin shpinë. Rava komplet. E Huraira kon më i liks. E Umar Khattabi kon i madh. Kur ka hip ngali kam di ka prej tok. Kur ka hip ngali kam di ka prej tok, pastaj i kam mbledh. Radhiyallahu anhu, kon njëri burr i madh. A do të thotë Ibn Abbasi, shumë ja kam pas drojën çti njëri. Derisa vdiç, smuisha me kallzue hadithe. Atëri ka thon, çka kjo e Huraira? Po çështu.
Atëri tha pejgamberi alayhis salam, Omer, pse më bën këta? Pse e shtyne? Atëri tha, i thash, ja Rasulullah, kurban të bafshin nëna ime, baba ime për ty. Këto ka shpej arab, nuk është për qëllim betimi. Ka thënë, ai ke thënë çështo? Me tha, po i thash, po. Ta pensoj, po unë i thash. Atëri tha, mos i thuaj ja Rasulullah, se njerëzit pastaj mbështeten. Apo mbështeten. Ani nëse jam xhenetli, por ka dash me e kput, nëse ka xhenetli të tjerë këtu pare, mos u thuaj që i xhenetli, sa ato e lajn punën. I ka thënë, lejlet punonja Rasulullah. Tash e di se ti e di që na jena xhenetli, po mos ta kallzo. Mos ju kallzo se pastaj njerëzit mbështeten, apo hinë edhe në fitnë. Atëri ka thënë pejgamberi alayhis salam, atar leje çish po thuti. Atar leje, kush pi thot? Pejgamberi alayhis salam, shokit e Omerit, ani leje çish po thuhet ti. Kjo ka qenë për trajtimin që e ka pas pejgamberi alayhis salam me shokët e vet. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam i ka respektuar shokët e vet, domthon shumë. Përgatitojmë këtë rast, bani Allah për kohën, është shumë rast i rëndësishëm. Ndër rastet më të dhimbshme dhe më emocionale që ka ndodhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e vet. Tregon Abu Said al-Khudri, unë po do ta shkurtoj shumë, maksimum sa kam mundsi. Me lenin Allahu te bareke ve teala. Po për mëson kur e ka shtiruar Mekën, edhe ka ndodhur lufta me fisin Hawazin, apo edhe ka pas shumë plaçk, shumë parë ka ardhur. Edhe për mëson i ka ndonjë njerëzit në musliman të fortë në zemër, edhe musliman që janë domon laraman. Sa ka hi ai mund të shpejt me dal. Edhe e ka pasi ide sallallahu alaihi wasallam dhe mendim që t'ju jap që tërë shka janë me laraman ti forcoje me parë. I pa për shembull njëri thot pse ndodh kjo? Për shembull ti e ke për shembull ta zëna njëri Hasan. Çoja ka një 100 euro, aja nis të fol për ti mirë. Apo ta, thot boll buri mirë valla. Unë thot gishim pas mashtruar. Kështu më radh, njerëzit me parë ndrojnë mendimin. Njerëzit me parë e lën fejen, ka thënë alayhis salam, zbat kiameti pa e shit njëri fejen për mallin e tezgës vet. E çati e le fejen në tezgë le. Rrein për Allahun te bareke ve teala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë ju dha arabëve. Thotë edhe u prakën ensart, tritë ensarve. Edhe than pejgamberi alayhis salam, u zbut me popullin e vet. Ju dhemën populli vet, na haroj neve. Prej tëre ka qenë njërit prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sa'd ibn Ubada. Ka qenë zotnia apo i ensarve. Edhe i kanë ka thonë shakini, ka thonë këshira, na lufto këto marr parë. Na mbroj pensam këtyve po ju jap plaçkës luftës, në rregull. Dhe ka thonë unë foli me pejgamberin alayhis salam dhe ka shkuar te pejgamberi alayhis salam i ka thonë ja Rasulullah, shok prej ensarve janë prek me tyje. Atëri ka thonë pensam, e ti o Sa'd çysh je? Tamam, ata janë prek, ti çysh je? Po ai s'ka dhënë me të kallëzua. Apo ka thonë ti çysh je? Ka thonë ja Rasulullah, po edhe unë jam pisat i fisit. Ka thonë unë jam një njeri pi atyne. Pra me një farë fjale, edhe unë jam prek ja Rasulullah. Se na po luftojmë, tjerë po marrin të hollat edhe pasurinë. Ata i ka thonë pejgamberi alayhis salam, mbledh me çata që tu në shator. Kam një bisedë me ta. Edhe i kam mbledh. Thot kur ardhën muhaxhir. Për mësam, e shtyni pak më andena. Kur largun muhaxhirt matën veç ensar. Atëri tha pejgamberi alayhis salam, e falenderoj Allahu xhelalu ala, shprehi lavdratat dhe lartësimet për Allahun te bareke ve teala dhe pastaj u tha, o ensar, çka o puna se jeni prek me mua? I kumni do fjalë se po thoni u zbut për popullin e vet, e pije popullit vet, apo i kumni këto fjalë. Ka thonë, a jeni nervozuar ajsen? Jeni shqetësuar ajsen? Jeni pikëlluar ajsen? Pastaj ju ka thonë, alam atikum dullala. Unë kur erdha te ju, as i nikon qafira? Po. As ju bani Allah i musliman me mua? Unë kur erdha, çfarë kat ju? Shkije. Kur u banat musliman? Kur erdha unë? Apo, tha, unë ju gjeta shkije, ju bana musliman? Dhe ju, kini, unë kam vlerë mbi juve. Apo, atër tha alayhis salam, kur erdha une, a ishit armiq? 300 vjet kanë luftu e ensart para se mu kanë musliman në mes veti. A di përse kanë luftu? Pse Kuajt kur kanë bo gara, njëri ka shku tjetërit. Pse Kaliot më ka shku e luft 300 vjet. Hinë histori lezoje. 300 vjet luft,
Pse? Se devja, ka ngoj devja, njëra kam jashtë goj, hajvana. Këto janë rrok i njerëzit, që ishtë një rrokën shpesh, apo? Rrokën shpesh njësë për gjërat kota. Ka thonë, e kush ja u afroj zemrat, mos mu rrok për gjërat kota? As jam unë ajqaj, që ja kam afru zemrat? Atër ata thanë, Allahu dhe pejgamberi s.a.s. janë më begatuesit. Ata në kanë bë mirë, Allahu dhe pejgamberi a.s. Edhe fillun me umërzit. Atër tha a.s. Ju as për më përgjigjni mua? Tash këthema një edhe mua. Shikove sa pse i ka dashur të vet. Ka thonë, unë jo përmend atash, përmend edhe ju mua. Atëri than, ja Rasulullah, çka më thon ja Rasulullah? Gabum. Bimadhan ujib. Çka më thon? O gabum. Allahu dhe pejgamberi alayhis salam janë më begatuesit dhe më ata që na kanë bërë mirë. Atëri tha pejgamberi alayhis salam, vallahi, ju më dash thuni çështo, që unë po ju ka thënë ç'më thon. Tha pejgamberi alayhis salam, nëse thuni e thuni të vërtetën, edhe ju pranohet e vërtet, thuni çështo. Erdhe i përzant e natë morëm. Shiko, unë nuk e haroj këta. Apo, unë ju gjeta shkije, ju bënë musliman. Ama edhe unë erdha i përzant për popullit tem e ju mazgatët dorën. Unë se haroj këta. Pasa i tha, a.s. A u gjujte si rënacak për popullit tanë e na thanë ti e pengamber. Se s'po ma thuli që ta. Se me kelit kanë thonë, si e pengamber, e na të kena thonë, se je pengamber, fena sërnak, dhe të kena një muë, me keqa kena pas. Pasa i thot, tha a.s. Pse s'po thune, ke ardhë vetë, e të kena bo me shpi. Ti e përzot, ti kur ke ardhë për meke, s'ke ardhë me shpi, ke ardhë veç me deve. Thot edhe na të kena bo shpi, edhe shpi janë funi ka me dhe sa Medine. Edhe aja ty pushon, sallallahu aleyhi vësallem. Pasa i ka thonë a.s. Pse s'po thune o ju ensar, ti erdhe fukara, këtë parët i kelon meke, e u banet e na i pasur, ke hangër prej venit ton, sallallahu aleyhi vësallem. Pasa i ka thonë, pejonsam, pse jeni prej, ko ensar? Pse jeni prej, ko ensar? Ka thonë që të parë që ka ishë përndajta, prej ligave të kësaj bote, prej barit kësaj bote, prej ati ujit barishtës kësaj bote. Ka thonë, unë e deshtat ti afroj do njerëzit se ato nuk janë të fortë në islam. Ka thonë, e unë mbështetet e ju se jeni burrat fortë. Ato s'janë burrat fortë, unë mbështetet e islami juve, ju nuk guxoni kështu me shiku këtë punë. Pra unë e pasaj sa në regull, i dhash pare që të rije i fort në islam. Atar i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, o ensar, as jeni të knast që njerëzit mi morë delët e devët, e ju shkoni të shtëpia juve me pejgamberin e juve sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha, betohem në Allahun, i cili e ka shpirtin e Muhamedit në dorën e tina, mos më kanë hijreti, që unë kam emigrue, isha kanë një burr pe burrave të ensarve. Apo, për mësa për ja u përmen të mirat e tëre. Pastaj ka thonë, me shku një u dhe ensart, e njerëzit me shku ka tjetra anë, unë e shkoj qani ka kanë shku ensart. Ensart e kanë ndihmuar në Medinë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam, o Allah, mëshiroj ensart, edhe djemt e ensarve, edhe djemt e djemve të ensarve. Atëre thot Ebu Said el-Khudriu, fillul këtë ensart me kajt. Profesor njëri që i ka thonë? Ka thonë njëri për jap dele, e ti po ta jap vetën, ti me mu por rri. Andaj muslimani, sidomos ai i cili e zë veten që thirr në islam, apo është dietar, apo hafëz, apo ka autoritet. Do njerë dikujt i jep më shumë, jo që e ki mangat, po ti e di se ajo në Raman, e dikujt i thu, ti shka po më jep mua, apo po ta jap vetën. A ka më nalë se që kaq? Kini pa shumë prej njerëz që ka thonë, o rribet ti me mua, s'po du as kur gjë, kena me pi veç rrit ti me mua. Andaj çka tha alayhis salam, njerëzit shkojnë me deve dhe dele, ndërsa juve ju jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka edhe shumë prej respekteve, nga se pejgamberi ka pas shumë shok, edhe me të vërtet shumë raste nuk i kemi përmend, të cilat po i lajm në rastësi të tjera dhe gjëra të tjera, pasi koha na ka mbaruar. Elusi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala na mundson me ndjek modelin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në respektimin e shokëve të vet. Elusi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala na mundson me dash sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin, Omerin, Uthmanin, Aliun radhiyallahu anhum wa ardhahum. Elusi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala ta pranon agjërimin ton, të pranon namazet tona,
na mundson Allahu xhelal të amrina natën e Kadrit duke mbush me namaz, duke mbush me lutje. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelal kudo që kemi çelluar, Allahu të na shpërblen, kudo që kemi gabuar, Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.